Klubi i Arsenalit ka zhvilluar të premten një ceremoni me rastin e 125 vjetorit të krijimit të këtij ekipi, ku e veçanta e festës ishte inaugurimi përpara stadiumit Emirates, i 3 statujave që i përkasin 3 emrave të mëdhenj që kanë luajtur ndër vite për këtë skuadër. Nderimi për këtë rast i është bërë trajnerit të famshëm të Topçive në vitet 30 të shekullit të kaluar, Herbert Chapman, i cili drejtoi ekipin nga viti 1925 deri në vitin 1934, duke fituar edhe 2 titull kampion në sezonet 1930-1931 dhe 1932-1933. Chapman u nda nga jeta në moshën 55 vjeçare për shkak të një sëmundje të rëndë. Po kështu është inauguruar statuja që i përket një tjetër simboli të klubit londinez, mbrojtësit dhe kapitenit të famshëm Tony Adams, i cili luajti për 19 vite me fanelen e kësaj skuadre nga viti 1983 deri në vitin 2002, duke korrur suksese të mëdha në Angli dhe jashtë saj. Tony Adams është një nga lojtarët që ka luajtur më shumë ndeshje në historinë e Arsenalit, plot 669 takime. I treti të cilit i është kushtuar një statuj përpara stadiumit Emirates, është golshënuesi më i mirë i historisë së këtij klubi, francezi Thierry Henry. Sulmuesi në fjalë luajti tek Topçit nga viti 1999 deri në vitin 2007, duke shënuar plot 226 gola me këtë fanel në 369 takime të luajtura. Një lojtar i shkëlqyer, i adhuruar edhe sot kësaj dite nga tifozët londinez të Arsenalit, me të cilët Henry ka ndarë edhe shumë gëzime të trofeve të fituar. Pikërisht Henry ka qenë protagonisti i ceremonisë së inaugurimit të statujave, pasi gjatë kohës ishte duke mbajtur fjalën e rastit për krah trajnerit Wenger. Është emocionuar aq shumë nga ky nderim, saqë nuk i ka përmbajtur dot lotot. As në ëndër nuk e kisha menduar që do të vijej një statuj përpara stadiumit të ekipit që unë dua aq shumë. Pamja e kësaj statuje, ku unë jam i ulur në gjunjë përballë stadiumit të ri Emirates dhe me kurriz nga stadiumi i vjetër Highbury, është vërtet e pabesueshme, ka deklaruar me slotëve Thierry Henry, i cili ka shprehur dëshirën që pasi të mbyll kontratën me New York Red Bull, të kthehet të punojë në klubin e Arsenalit në stafin teknik ose si menaxher.